Sot në studio shikues dashur kemi nderin që t'ju prezantoj me një zonjë të jashtëzakonshme, një ikonë e vërtet e vallëzimit në Kosovë, bëhet fjalë, me elegancën e saj, gjithashtu talentin, përkushtimin e saj të pashoq që ka dhënë për vallëzimin, ka lënë gjurmë të pashlyeshme në skenën artistike e të mos flas pastaj edhe për zemrat e publikut. Ajo nuk ka qenë vetëm një valltare, por një frymëzim i brezave të tërë. Nuk po e zgjas më tepër, por dua t'ju prezantoj me një zonjë të vërtet, me një ikonë, si thash në fillim, zonjën Hylkije Sadikun. Mirë se erdhe në Djela Vlet. Unë kisha pas qef edhe mbi emrin e bashkëshortit, apo Çiknis. Hylkije Dibrani Sadiku. Hylkije Dibrani Sadiku. Na falni, por gjithsesi, ndoshta çdo vajzë do duhej, çdo grua do duhej ta prezantonin vetëm me mbiemrin e vajzërisa. Normal. Çfarë mendimi ke për këtë pjesë? Normal. Pajtohem edhe unë. Se ka dikush që e më njeh si Hylkije Dibrani, ka dikush që më njeh si Sadiku. Po, e kështu përshkoj me të dyjat. Me të dyjat bashkë. Do të thonë është një 50-50. Ashtu. Zonja Hylkije, të njohin të gjithë, e prezantova edhe në fillim fare që keni lënë gjurmë në vallet tona. Nga cila mosh ka nisur e gjitha ky pasioni, prej nga ka rjedhur pasioni për vallëzimin? Po, kjo mosha ka nisë edhe kom qenë në shkollë fillore, talent për folklore, për dramë, po dramën fort nuk ka si, folklori më ka flajt ma shumë. Une kom punu me një kombinat ose me një fabrik të tekstilit e Mindurakun Gjakov, atje, e kom kry shkollën profesionale, si tjerëse e pamukut, po 4 orë kisha praks, e 4 orë praktik, edhe mandi e mora diplomën si punëtore kvalifikimit nalë, që është tash shkolla profesionale e zanatit ose profesionit, po. Edhe rasisht, një valltari ansamblit Shota, e patëm një matine, një ballo, ditën, se natën, jo atëherë ka qenë natën. Kogja problem. A i ditën edhe ka pas para gjykime? Edhe ditën para gjykime, po. E unë edhe një shoqe e imja, baldëske të vllaut, shkum atje, edhe indjeri Shkelzen Zhubi, valltari shkëlqyshem i shotës para meje, mu afru edhe tha, po vallëzoj kjo bukur, edhe shota ka qenë 3 muaj në Fransë, turne, vitin 1966. Dhe më thonë, para 59 vite, o këthy e në ka lypin valltare shqiptare, se veç slave janë konë. Unë u pranova, ajo baldëska e vllaut nuk u pranova. A ka pasur sfida për qenë valltare para 50 vite? Qysh erdha unë aty pa dijene, nuk erdha me qefin e prindve, me dëshiren. Nuk ishin dëshirë, sigurisht. Normal. Me dalë para 60 viteve një femën shqiptare, me vallëzu atjere, ka qenë para gjykime. Si ke përjetu? Kom pas para gjykime. Mu ka edhe në familja, para gjykime, më kanë qujtë në të gjuhën slave, valltare e kafës, kantare e kafës, edhe këndojshim aty në ansambël. Ata ka vështirësuar kjo rinin? Sa ka qenë vështirë për ty me menagju këtë pjesë para gjykimeve? Po, se unë nuk shkojsha të printe mija, din që thojnë me bujta, ose që shkojsha, se unë e gjakovare, prej Prishtinës, shkojsha të motrat, si kum pas motrat e martume.
shkojsha të motrat me hek mallin në qytetit e... Do më thënë, nuk keni pasur komunikim me familje në atë kohë. Dhe kjo sigurisht e ka bërë kogja të vështirë jetën. E kuptuan dikur apo mbeti për gjithmonë? Jo, e kuptun. E tash përjetimet, unë isha aty dhe në ansambel ish një arkatar edhe organizator edhe këngëtar, tri asi. Ai mu afrojke. Adin mu afru me thesha hish më qafë, unë i kom djertët njëherë me familjen me Mindreq punë, mos mu hek këtë qafe. Atëri i thasht, kështu, shkurt, shqip, a ki seriosisht, atëherë kemi vetë, a ki seriosisht. Lidhjen, po. Gasmimin, po. Po, edhe thash, hajde me mu në Gjakov, shku me në Gjakov. E njoftohë me familje? Po, ma pranun familja, mas 3 jave, jom feju. Shqyqër prej Zotit, i ndjeri nuk është nga një sadiku, i ndjeri nuk është gjallë. Ka qenë për krahësi joti pastaj? Po, që të të mërbite. Ndoshta nga bashkimi me të, janë shuar të gjitha zonat, paragjykimet, dhe kjo ka bërë që të letësoj jetën një mandi u mbushin familja ime, më mbushin, po. Për ndryshe i kom 3 vajza të martume, i kom 2 mesa, 6 nipa, edhe një stërnip, edhe stërgjyshe. Mashallah, me jetë gjatë. 79 vjeqare, gati 80, kështu. Edhe një fizik fantastik. Faleminderit. Po duke shumë bukur. Nashta më ka nimu edhe vallëzimja. Vallëzimi, po duke. Arti, qështu që. Flasim pak për femrat, për gruan sot, zonja Hylkije, nga një këndvështrim duke pasur nga ekstremi paragjykimit në një liri ekstreme. Si sheh sot vajzat edhe gratë? Unë e shoh shumë të mira, shumë të lira, shumë pa paragjykime. Unë në vitin... A ke menduar që do të vinte njëherë një jetë? Kom mendu dhe kom përjetu se masi mosha që isha në mosh, mu më qitën si pedagoge, me punu me generatat se ansambli e hapi një shkollën e vallëzimit, që tash gati gjysa vajzave që janë në ansambl në nxënësët e mia janë. Vishin ka 7 vjeqare kanë ardhë, po. E krejt tjetër, dhe më thonë para 30 vjetëve, tjetër për kraje. Tjetër. Ju keni thyer shumë tabu, keni kontribuar që vajzat sot jenë të lira, sepse për juve ka qenë shumë e vështirë, në ndërkaq i ke hapur dyer gjeneratave të tëra. I kom ngresh zhak komët edhe mandi ja fillun me ardhë baltare. U bom atyre u bom ma shumë shqiptare, sa slave. E krejt në gjanësët mija, dhe më thonë krejt edhe këtë gjenerat, edhe para kësaj gjenerate, krejt janë dalë për dorës teme, se kom qenë edhe asistente koreografit njoftën Gjemali Berisha, edhe mas dite punojsha pedagoge me vajzat e reja, bile edhe vajzën e kom pas prej 7 vjetë për pjetë. Sot ansambli Shoda korë suksese të një pas njëshme. Sot bën kjo të ndihesh krenare? Normal. E ndi vetën sukur na kur kemi shetit në për shumë shtetet botës, nuk s'po të regoj asi, edhe që kemi marrë dekorime, kemi marrë vërnën e 2 në botë, në Dijon, me vallën e Gjemajl Berishës, dasma e Opojës, e dini Opoja atje, Krenona, që ta shë patëm 60 vjetorin, Sigurisht që ishe pjesë. Po normal, edhe lujta Hatijgjen, më shtin me Hatijgjen, se në vitin 1980, një Amerikane ka artë na edhe studike etnologjin,
etnologe, edhe si valtare, gjeneti, e që tash para një muaj pata një program e valzova valën e Moj Hatigje, se unë jam ajo para në skenë. Që e keni valzu? Që kom valzu në skenë. Valja e nuseve Gjakovës. Po, aty është Hatigjja, e gjeneti e qatë vale e përhapën në përkrejt botën, gratë e moshume, valzojnë Hatigjen, e para një muaj e patëm për Ukrajinen, e valzova me gjenetin, e ato gratë që ka kenë, edhe të ardhunat që ka asi, i kemi që në Ukrajinë. Po. Një kontribut shumë gjest human, definitivisht. Sa të mungon sot valzimi? Jo, nuk më mungon shumë. Valzoj, Valzon ende? Akoma valzoj, e kemi shoqatën e grave pensioniste, ku është drejtoresh Mibera Kasumi, Bërboci, shkojmë që në për Macedoni, shkojmë në Shqipëri, muzikë, valzoj, akoma valzoj. Ende e ke shpirtin e ri të valtares, po? Edhe akoma ushtrimet të nxemjes trupit, që i kemi bo në atyre, i bojnë shpi. Cilat janë valet që të kam flajt gjithmonë më shumë në shpirt? Valet tradicionale që i keni valzuar, sigurisht krajinave të ndryshme, pastaj edhe veshjet kombëtare janë të krajinave të ndryshme. Cila është ajo që? Në shumicën e valë më kom qenë soliste. Për shembull, Hatigjja në valja nuseve Gjakovës, ma ndi shotën unë e kom valzu, valën e Tropojës, për ta të regoj qysh historikun e valës Tropojës në vitin 1973, e kemi vizitu për herë të parë Shqipërinë, na edhe Radio Prishtina. Atjerë Radio Prishtina. Në 63-shën? 1973. Apo 73? 73, po se mosha, po. E me veti e nisem prej Kukësit, deri në Sarand, kemi dhënë koncerte. E koncertin e fundit, e kemi pas për Tiranë. Me ne, erdhë koreografi i ndjerë, i njoftën Gzim Kaceli, na ushtroj valën e Tropojës, ku soliste unë aty, a beso muj me thonë qika jeme, kure kemi valzu valën e Tropojës në palatin e kongreseve, gjithë palatin komo që. E di. Ndjenje për papër. Ndjenje, qaj është që atë ndjenje nuk e harroj kur, shotën normal që Hatigjen, mande kemi pasë dhe një kaçamak, një valë, kështu, dhe aty ju më konsoliste. Ju mora slaveve kretë valët, se kur i shisha, kur shkova, i shisha gjuhën se disha, se në Gjakov, asë turqishtja, asë serbishtja, gjuha slave so folë. Mirë, së të shdash gjuha slave as pak, po si një shave... Me rëndësi është ju mora risha din 4-5 lidha i natë, ma si në shpi qysh e përjetova, ju mora krejt valët solistike. Krejt, mandi mas meje, janë isën shqiptare me ardhë dhe kështu me madhe kanë ardhë. E bukur kjo, sepse është një luftë në vete. Shumë. është një patriotizm në vete që e ke bu për vendin. O, edhe ato janë që ato valtarët e para të më thonë edhe tash, janë falenderuse, që une e kom bo hapjen e pash. A të kam betur diçka peng në jetë, zonja Hilkia? Jo. Po, Australinë se kom vizitu, se këto kontinentet tjera kreti kom vizitu. Me punë ka bërë që të vizitosh shumë vendet, marrë shumë kultura, një grua e zonja. Amerikën, Azinë, Evropën, do vendet Afrikës, kretë këto... I ke vizitu? Po, vendet Arabe, Iraki, Irani, Siria, Jordani, shumë, s'po më kujtohet. Australia pas kam vetë peng, nuk i dihet ende. Këta kanë qenë ansambli i tashëm, i shotës kanë qenë. Një këshill për vajzat e tua?
Për vajzët e mia. Po, sepse kanë qenë, kanë pasur një nën shumë të hapur, me mendje shumë të ndritur që i ka përkrahur, sepse kur kalon vetë në sfida, sigurisht që i jep mundësin që vajzat e tua t'i shohësh edhe më mirë. Po përmes këshillës së vajzave, sigurisht që me mia e qindra vajza shqiptare marrin mesazhin. Po veç po këshill, veç njona se më ka vallëzu, se e madhja dhe treta më ka vallëzu. Prandaj, ndoshta ke ndonjë peng që Po, kanë vallëzu e din kret, po, edhe kërkoj falje, që turneat kanë mujtë me zgjatë, ka 1 muj, 2 muj, që i kom lonë se edhe buri me mu bashkë, bashkë kemi udhëtu, bashkë në punë, bashkë në shpi, e që i kom lonë ka njëherë veçvjeria dhe kunatat mi kanë këqysh. Faleminderit për tënve. Që ajo adin ka njëherë qysh i kom lonë vetëm, qysh, po. Ka qenë edhe komunikimi më i vështirë, jo telefonata. Telefonata, s'ka pas atyre, veç në recepcion aja telefon, që ka qenë për hotele, s'ka pas këto teknika e përparume tash që ekziston. Sigurisht që vajzat e tua t'janë falenderuese, duke parë sukseset e tua që ke pasur në karierën tënde, e mbi të gjitha që ke thyer shumë tabu që ato sot jetojnë të lira edhe vendosin për veten e vetë. Edhe një mesazh tjetër shumë i rëndësishëm që mbas të bisedës në fakt e mora, është sado që ke vështirësi në jetë, kur e ke ndo mendjen për diçka, thjesht vetëm vazhdo, sepse dëshira dhe vullneti e bën që të thyen shumë bariera. Po, që kjo bariera, unë tash po kthena prapa, kur e pash aty që nuk i mirsha veç ka po folin, a i koreografi ka qenë rus, Kvasnevski, ju bërtit ke Janisa me kajt, edhe që kjo i ndjeri Shkelzen Zhubi, që a kitha, se mu nuk ma dishin me emrin me shprej hylkije, në gjanë mësu se këm pas një kroate, bikica kroate, jo slave. Atire e tha, unë e Maria, tha, bor me talion emnin Kiki, thash po, unë e ma shumë më njohin tash me emnin artistik Kiki, se hylkia. Po, në fakt, një farë emri artistik që ka një kë aty edhe Kiki e hylkia. Po, isha Maria, po, mande i ka dale u duke pa tjetër me mësu gjuhën edhe... Me komuniku, të pak. Me komuniku. Në artë s'ka nevoj për gjuhë, mjafton ajo që e ke talentin, muzikan, edhe me gishta, po, që thonë, në artë edhe me gishta mund është me folë, edhe ajo është një pjesë e teatrit, e artistit, e aktorit. Valtarët janë aktorë, janë edhe këngëtarë, janë edhe artistat të vlotësuar. Po kretjeta me kamera, kretjeta më ka kalu në për skena me kamera, me asi, qështu që. Po ndjenje që ta e publiku nuk e krahasoj me kamera. Besoj është e tilla, po? Po, qëshjo. Sigurisht, duar trokitjet e kanë atë të vetën. Lullet e duar trokitjet e publiku vike, kër e krysha shotën, ose e valën e tropojës, lullë mjepshin, ajo knatësi ishte. Njeri unë e mbajnë komplimentet, dashuria, njeri unë theme mbajnë komplimentet, dashuria, e kjo që duket nga të foljurit tënë, nga jetat, plot jetë që je, kështu që vazhdo të qëndrosh kështu si që je. Falenderit. është gjithmonë knatësi që përkujtojmë vështirësitë e gjeneratave të gjysheve tona që e kam pasur vështirë, dëshira ka qenë gjithmonë, por të disa edhe nuk ka pasur guxim. Po, Femra shqiptare është e guximshme, atë e dëshmoni ju. Une që keme para 60 vite, nana jeme, gjyshja jote, s'kanë guxu me qelë derën, me dalë... E vërtet, prandaj po them që guximi... Unë në skenë, po... Të nëtë, ka dale erdhen, e tash...
Kam shumë dekorime, bile në telefoni kam 4 libra kanë shkru për mu, Shepkinjazi Iljazi, libri par Gratë njoft në trojeve shqiptare, aty prej nanës Skënderbeu deri te Majlida Kelmendi, aty jam. Mripa Gjafa Jaharova, ajo 100 pionerët e Kosovës, në atë liber jam në monografinë e ansamblit, e qëtash para 2 jave, bile edhe në sheshem nalen, para 2 jave e mora prej vajzës Safet Rugova, aktorja njofton, e mora një liber, që titulli Artistët që i mungon skenës tonë. E qika vet Enada Hoxha, autorja. Është knatësi kur vlerësohesh, edhe do të mbetësh gjithmonë në historinë tonë. Historinë kam metë edhe në Macedoni. Se një valtar, baba i Ardian Gaxhës, Emin Gaxha, ka qenë valtar i ansamblit, edhe Ardianin këngëtarin. Ai më ka marrë, më ka qunë në Shkup, në ansamblin Emin Duraku, edhe komponu me ato valtarët shqiptare, Shkupit, valët e mija hala janë aty luhen. E që këtu në Bajram Cur jam konë, kom qenë në ansamblin Prishtina, kom qenë edhe një tjetër. Është një ansambl turk, Gerçek thirret. Kanë pas para 10 vite një ofertë prej bursës, që bursa ofër 1 milion shqiptari kish. Qyteti bursa, kini një me siguri. Pa tjetër, e dim pjesën e shqiptarve atja. Edhe kanë lyp gjithë qysh një valë Shqipe, 1-2, e më shku e kom përgatit, shoten, edhe ata pakës Hatigjen. Unë s'kom qenë, veç kru këthyn ata që ma dhanë më njoften, të regun që krejt bursa që ka qenë aty një skene hapur, ishin kënqunë kom. Në fakt, me që se jemi në fund të bisedës, kësha pas qef me i dëgju disa tinguj të Hatigjes, edhe nëse je gatshme ta performojmë bashk, nëse mundemi, zonja Ylkia, ta përfundojmë kështu edhe dua që të falenderoj publikisht. Është një këngë shumë e bukur. Po, hiq pa kufër. Nuk e di nëse unë jam e gatshme ose di, por ju si soliste, besoj. Po më qëshja. Në fakt është një foto me ty kam qef me po. Pa tjetër, këtë ta bëjmë edhe foton, edhe është një lëvizje shumë elegante e vallëzimit, sidomos kjo pjesa kështu kur... Po, pleqnia, përkanaci... Po, të gjitha janë me domethënie. Kjo edhe aktrim është. Pa tjetër, pa Vale me aktrim, do më thonë. E vërtet. Vlaznia, qiknia... Po, në gjitha. Zonja Ylkia ishte knatësi, faleminderit shumë që ishte pjesë në Djela Vin. Dhe pavarësisht moshës, elegancën e keni jashtëzakonisht të madhe. Faleminderit shumë. Shumë zemër, faleminderit.